Këtu është horoskopi e diel 28 shtator 2025 për ju. Mirë se vini në horoskopi i Fationit. Dashi. Rikuperimi i aftësisë fizike. Dita mund t'ju sjellë takime dhe burime të veçanta. Demi. Në këtë moment duhet të përpiqemi të marrim pare. Dashuria për t'u rishikuar, jo gjithçka që po bëni është kuptuar nga personi që ju intereson. Binjaket. Dita e rikuperimit gjithashtu e shkëlqyer për kontakte. Sugjerimet që vijnë nga jashtë janë interesante. Dashuria mund të rilindë për beqarët, megjithse në një formë eksperimentale. Gaforja. Asnjëherë nuk ju ka pëlqyer shumë jeta shoqërore, por nëse izoloheni, si shfrytëzoni mundësitë që mund t'ju ofrojë fati? E ardhmja duket e ndritshme dhe emocionuese. Luani. Sot mund të zemëroheni për gjëra të parëndësishme, nuk është stili juaj, por dikush po përpiqet të vendosë një çelës në punët tuaja. Vëmendje ndaj fjalëve, instinkt për të frenuar. Virgjeresha. Një ditë që ju gjen të lumtur dhe ju bën të ndiheni të qetë me botën. Në këtë ditë një ngjarje e vogël mund të gëzojë, edhe një ftesë surprizë. Peshorja. Mos mendoni gjithmonë se si ju gjykojnë të tjerët, ju duhet të bëni gjëra duke menduar pak më shumë për atë që ju pëlqen vërtet. Në kuptimin më praktik, ka shumë konfuzion aktualisht në jetën tuaj. Akrepi. Do të përshtateni më lehtë me një situatë të re, edhe zemra mund të kënaqet nga njohurit në javët në vijim. Çështjet ligjore duhet të zgjidhen së shpejti. Sfera e financave është interesante. Shigjetari. Ditë paksa e trazuar, për pak bezdi ose ndoshta sepse jeni lodhur duke bërë gjërat e zakonshme, shigjetari dëshiron gjithmonë të ndryshojë. Ka pasur një ndryshim në dashuri, ata që së fundmi kanë filluar bashkëjetesën duhet të mësohen me idenë. Bricjapi. Është gjithmonë pak e vështirë t'ju bëjë të ndryshoni mendje, këto ditë duhet të pranoni që keni bërë një hap të gabuar, por është e mundur të rikuperoni. Mund të debatoni për diçka që ju intereson, por ja vlen të merrni kohën tuaj. Ujori. Për një njeri që e do qartësinë ose të qenit linear, kjo periudhë është e çuditshme, sepse keni të bëni me njerëz që nuk janë plotësisht të sinqertë. Fëmijët e vegjël mund t'ju gëzojnë, por edhe t'ju shqetësojnë me zemërimin e tyre dhe nëse keni të moshuar në shtëpi, teprimet janë të mundshme edhe nga ana e tyre. Peshqit. Ka përceni lehtë tensione. Kaloni kohë në aktivitet fizik, është e rëndësishme dhe ju e dini atë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mire.